Majoranca do të shkojë me një listë kandidatësh për kreun e ri të shtetit në raundin e parë të votimit në seancën plenare të së mërkurës. Pas negociatave të zhvilluara pas ditën e së martës me kryeministrin Berisha dhe krerët e partive aleate. Një takim ky që zgjati deri në orën 20 mbrëmjes, palët konfirmuan se po punohet për arritjen e një liste sa më përfaqësuese. Pas takimit, kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ndonse nuk bëri publik asnjë prej kandidatëve potencial në listë. Tha se majoranca po punon për të arritur drejt një kandidature konsensuale që në raundin e parë të votimit për presidentin e Republikës. Përpjekjet nga ana e majorancës parlamentare janë mjaft intensive. Vullneti është tepër pozitiv. Disa kritere të konsoliduara tashmë janë bërë publike edhe më parë. Bazuar mbi to, besojmë që në orët në vijim do të ketë edhe një listë me emra përfaqësues, e cila natyrisht do të komunikohet dhe do të diskutohet edhe me përfaqësuesit e opozitës në parlament. Emrat do të përzgjidhen si nga fusha politike, ajo e drejtësisë apo e diplomacisë. Ne po punojmë që ju ta keni një listë sa më përfaqësuese dhe sa më konsensuale, në mënyrë që të arrihet ai objektiv që kemi theksuar të gjithë, që të kemi një president mundësisht të qenesër pra që me raundin e parë. Po punohet dhe do të vazhdojnë të punohet. Mendoj që është një listë e menduar, e konsultuar, edhe do të jetë një listë përfaqësuese aq sa duhet. Ende nuk kemi emra për t'ia dhënë opinionit publik edhe mediave, po këto emra do të jenë, mendoj, në orët e ardhshme. Po çfarë pritet të ndodhë në seancën plenare të së mërkurës? Sipas kushtetutës në nenin 87 të saj, kandidati për presidenti propozohet kuvendit nga një grup prej jo më pak se 20 deputetësh. Një deputet nuk lejohet të propozojë në të njëjtën kohë më shumë se një kandidat. Presidenti i Republikës zgjidhet me votim të fshehtë dhe pa debat nga kuvendi. Për zgjedhjen e tij, kuvendi zhvillon deri në 5 votime. Të mërkurën pritet të zhvillohet votimi i parë, votimi i cili quhet i kryer edhe kur në konkurim nuk paraqitet asnjë kandidat. Për këtë votim, kushtetuta përcakton që kandidati duhet të marrë jo më pak se 3/5 e votave të gjithë anëtarëve të kuvendit. Në rast se kuvendi nuk arrin të miratojë një kandidaturë konsensuale, atëherë vijohet me raundin e dytë dhe të tretë të votimit, ku kërkohen sërish 3/5 e votave të deputetëve. E në rast se as në raundin e tretë nuk arrihet të votohet një kandidaturë konsensuale, në votimin e 4 dhe të 5, zgjidhet president, kandidati që siguron më shumë se gjysmën e votave të gjithë anëtarëve të parlamentit.